Dhe kia është elementi tretë. Kia është fjala e gjuhës. Vëllezër të ndershëm, s'ka mundësi të konsiderohet një njeri musliman nëse nuk e thot shahadet. Dhe thonja e shahadetit ka dallim. Disa e thojnë shahadetin vetëm lajmëroj se Allahu është një që meriton adhurimin dhe se Muhamedi është i dërguar i Allahut. Nëse në Islam fjala e gjuhës nuk do të thot të lajmërojsh vetëm, po fjala e gjuhës apo shahadeti do të thot. Pra kur pranohet shahadeti? Shahadeti, vëllezër të ndershëm, pranohet kur njani e thot me nijet, me qëllim, më ju bashkangjit shahadetit. Pra njani në nalë një Macedon që ati dhe i thue shahadetin e thot. A bo musliman? Jo. Po nëse ja sqaron, ja kupton çka është të thonë, a bo musliman? Jo. Kur bëhet njeri musliman? Kjo është pjesa e dytë e imanit, pjesa e jashtë. Ai i cili ka fjalët e zemrës dhe veprat e zemrës. Pastaj e thot shahadet, fjalët e zemrës, pra ai i cili ka bindje në atë që e thot, e din çka të thonë. E beson. Ai që e beson me zemër, 2 e ka dashtën, 3 e ka thonë. Nëse njani e thot shahadet, s'di çka ka thonë, ose e kupton fjalë të mirë, po nuk e din çka të bo, ki njeri nuk ju ka pranu besimi ati. Që do të flasmi që ai që na thot shahadetin na ja pranojmë dunjo, na e konsiderojmë musliman. Po këta e kanë thonë kështu dhe munafikët. Munafikët që ka thonë? Gjumë. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden Rasulullah. Allahu thot, ja ju alladhina amanu takullah wa kunu ma sadiqin. O ju që pretenduat besimin, e shqiptuat besimin, banu besnika, me zemrë. Ku e keni zemrën? Ku e keni fjalët e zemrës dhe veprat e zemrës që Allahu t'ja pranoj besimin tuaj? Se munafikëve Abdullah ibn Ubej ibn Seluli dhe munafikëve Allahu s'ja pranoj shahadetin e tyre në ahiret, në dunja na ja pranoj. Edhe për këtë tim do të flas, të cilët dikush pretendon dhe mendon se duhet na me di çka ka në zemër, a ka bindjen ta, a i ka veprat e zemrës që ta trajtoj musliman. Jo, na trajtoj musliman çdo kush që e shqipton shahadetin dhe simbolizon shahadetit të jaj hirja në islam. Dhe njani tash dhe thu do me pranu islamin, e thot shahadetin të na qka? Vllavi jon. E trajtojmë si musliman, se kema për detyr të lumtojmë zemrën e ti. Jo që se kena për detyr, po e kena të ndaluar. Kjo çështja është Allahu, përderisa nuk e shfaq kufrin, përderisa nuk e publikon kufrin, nuk kena të drejta të hulumtojmë në zemrat e tyre. Për atë pejgamberi Allahut, nëse ju kujtohet, e qortoi Usame ibn Zeidin, i cili ishte në luftë, dhe armiku kur e pasën skaja, thash la ilaha illallah. Usame ibn Zeid e mbyt. E qortoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha ja Usame, që shpemit një njeri që e ka shqiptu shahadetin. Tha ja Rasulullah, e ka thonë se atut pishpatas. Tja me ndonë se e ka thonë në kipi dashnisë e kësaj fjale. Tha ja Usame, aja qave gjoksin, ja shiqove zemrën se e dona pe urren. A i që e thot shahadet. Apo një popull që nuk din me thonë shahadetin, thot u bona musliman, unë edhe unë po hinë islam, apo me ban me shenjë, nuk ka të drejtë të muslimonit të mbyt. Po duhet që mëson shahadetin nëse nuk e dit. Duhet të banë verifikimet të vërtetohet, pse ki njeri e shqiptojmë, qka ka për qëllim ki njeri a do në vërtet, me i taku kësaj fjale apo jo. Nëse a i s'ka dit me thonë shahadetin i mësot, puna e parë, vepra e parë që duhet t'i mësot një njeriut, ashhadu an la ilaha illallah, wa anna Muhammeden Rasulullah. Kjo është obligimi parë që detyrohet, apo obligohet njeri që mëson ati që donë ti
të hinë në islam.